e nderuara zonja Makbule Hyseni, koordinatore nacionale e platformës për Kosovë, të nderuar pjesëmarrës nga vendet fqinje dhe rajoni, të nderuara ndërmarrëse dhe prodhuese, të nderuara zonja dhe zotrinj, të nderuar të pranishëm, është kënaqësi t'ju mirëpresim në Prishtinë për këtë konferencë kushtuar fuqizimit të grave rurale në Ballkanin Perëndimor. Ju uroj mirëseardhje dhe u jemi mirënjohës për angazhimin tuaj në avancimin e të drejtave të grave dhe në ndërtimin e një rajoni më të barabartë dhe më progresist. Republika e Kosovës është e përkushtuar ndaj respektimit të konventës kundër diskriminimit të gjitha formave dhe ndaj zbatimit të standardeve evropiane për avancimin e të drejtave të grave. Gratë dhe vajzat janë jo veç se shtyllë, por vendimtare për zhvillimin social, kulturor dhe ekonomik të vendit tonë. Ndërsa gratë rurale në veçanti janë edhe bardhëse të dijes, traditës dhe dashurisë për tokën. Pas luftës, ato kontribuan shumë në rindërtimin e vendit tonë, mbi tokat e djegura e mbollën jetën e re, me sakrificë, punë të palodhur dhe qëndres të pashoqe, ato u bën forcë që gjeneroj ndryshim të qëndrueshëm. Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret, duke mbështetur bujqësinë e udhëhequr nga gratë dhe duke zgjeruar programet për zhvillim ekonomik e social në zonat rurale. 5.650 gra fermere janë përkrahur me subvencione në vlerë prej 11 milion euro nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Në partneritet me UN Women dhe FAO, po zbatohet një program strategjik prej 1.5 milion eurosh, që përmes trajnimeve të avancuara në agrobiznes, menaxhim të tokës dhe zhvillim qëndrueshëm, gratë rurale të jenë lidere të bizneseve dhe të inovacionit rural. Nëse krahasojmë gjendjen në bujqësi dhe blegtori në Kosovë me para 5 viteve, mjaftojnë 2 elemente për të pas një përshtypje për progresin. Fondi i përgjithshëm i tokës bujqësore në Kosovë është 50% më i madh se sa në vitin 2020. Nga rreth 80.000 hektar tokë të punuara në Kosovë, tash janë mbi 120.000 hektar. Edhe qumshti i lopës që fermerët tonë dikur e shisnin me zi për 20 cent, tash pas 5 viteve është së paku 50 cent. Pra 2 herë gjysmë më shumë. Bujqësia dhe blegtoria janë duke u zhvilluar në Kosovë dhe prodhimtaria e produktiviteti në ngritje janë duke ju falendëruar padyshim edhe grave fermere. Kosova ka gra fermere vizionare, të afta dhe inovative, të cilat udhëheqin prodhimin bujqësor, krahas me procesin e digitalizimit të produkteve dhe tregtinë elektronike, duke vendosur Republikën e Kosovës në hap me trendet globale. Të nderuarat pranishme, fuqizimi i grave rurale është një çështje e drejtësisë sociale, por dhe investimi drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe gjithë rajonit tonë. Shoqëritë ku gratë kanë mundësi të barabarta janë shoqëri më të begata, më demokratike dhe më të qëndrueshme. Barazia është besimi ynë, është bindja jonë. Nuk duhet ta vërtetojmë që njerëzit në përgjithësi e gratë posaçërisht duhet të jenë të barabarta. Ne besojmë që ato janë të barabarta. Dhe barazia nuk është destinimi, nuk është qëllimi, është piknisja. E kur kemi barazi në shoqëri, padyshim që kjo e ndihmon edhe dinjitetin njerëzor, por e ndihmon edhe rritjen ekonomike. Meqense sa më pak pa barazi në shoqëri, sa më i madh kohezioni social në një shtet, aq më e madhe është edhe kërkesa agregate në ekonomi. E ky takim rajonal është një dëshmi e bashkëpunimit të shtetit tonë me vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor.
Së bashku mund të adresojmë sfidat dhe të formsojmë politika, të cilat u japin grave hapësirën dhe mjetet të nevojshme për sukses e rajonit ton i sjell rritje që bëhet zhvillim e zhvillim që bëhet progres. Andaj sikur se sot këtu, bashkë do të vazhdojmë ta bëjmë këtë me vendosmëri, solidaritet dhe vizion afatgjatë. Ju falenderoj për ftesën, për pjesëmarrjen, për vëmendjen dhe ju uroj suksese në vazhdimin e punimeve të kësaj konference dhe të bashkëpunimeve të ardhme që i vijnë.